Rrugët dytësore të papërfunduara përgjatë bypassit të Fierit, edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 vjet nga vënia e saj në funksion, vazhdojnë të mbeten problem serioz, duke lënë të paplotësuar standardin e sigurisë së kësaj autostrade. Edhe më shqetësues për banorët e fshatit Xhavar dhe Hamil është mungesa e aksesit drejt tokave bujqësore, të cilat autostrada i kanë ndarë nga zonat e banuara. Ata shprehen se ndonse tokat i kanë pranë fshatit, detyrohen të përshkojnë 10 kilometra rrugë për të arritur dhe punuar pronat e tyre, vetëm për 1 kilometër rrugë të papërfunduar. Gjithashtu banorët e fshatrave Xhavar dhe Hamil thonë se përveç vështirësive për të hyrë në tokat bujqësore, ata po përballen çdo ditë me pamundësi të mëdha për të shkuar në Spitalin Memorial, në institucione dhe në aktivitetet e tyre të përditshme. Ata denoncojnë në televizionin Apollon se mungesa e rrugëve lidhëse dytësore u ka vështirësuar komunikimin jo vetëm me tokat bujqësore, por edhe me Spitalin Memorial, institucionet publike, bizneset dhe shërbimet e tjera jetike. Rrugët dytësore ishin projektuar pikërisht për të garantuar lidhjen e komunitetit, por mungesa e përfundimit të tyre vazhdon të mbajë peng jetën e banorëve përgjatë autostradës. Për sa i përket kësaj rrugës dytësore këtu në fshatin Xhavar kemi probleme ndaç me tokat bujqësore, ndaç sa i përket edhe punëve të tjera që na lidh me spitalin të Turku apo siç e thonë ndryshe. Kemi probleme të mëdha, ka ngel për 1 kilometër rruga, që është ajo, po tani nuk e di, tani fshati Xhavar tërkohen edhe në kohën e sistemit ka vujtur, po edhe sot më duket po vazhdon ajo puna akoma. Se në fshatin Xhavar nuk kanë vënë sikur një llam, nuk kanë shtruar sikur një herë një rrugë apo një kosh plerash apo diçka, vetëm fshati Xhavar. Le të vi kush të dojë të verifikojnë nëse kanë hedhur 1 lek. Edhe kësaj rrugës tonë që i përket fshatit Xhavar e kemi shtruar me lekët tona, me i festimet tona. Kemi marrë ka pas familje që s'ka pas për momentin kanë marrë lekë edhe borxh që e kemi shtruar rrugën. Për një çiftifikata i thotë do paguash lekët e tokës, as kanal Kullus, as kanal Valdic, asgjë. I bëjmë sirrje, i bëjmë lutje që të na bëj rrugën se na lehtëson për çdo problem që kemi. Është e domosdoshme. Është spitale për tokat. 1 kilometër është për aq. Duhet mbaruar patjetër ajo se është shumë e domosdoshme për fshatin e për popullin. Ne këtu të fshatit Xhavar kemi problem shumë rrugën që ka ngel pa u bërë. Kjo rrugë neve na hyn punë për tokat, për të vajtë spitali, për të vajtë Fier, edhe të gjithë njerëzit që vjen edhe të lokale që bëjnë dasmat, kalojnë i bien anës. Edhe neve na duhet shumë rruga, duhet bërë patjetër. Prandaj ata që kanë lënë përgjysëm le ta mbarojnë rrugën. Banorët i bëjnë thirrje qeverisë, autoritetit rrugor shqiptar dhe kompanive përgjegjëse që të rifillojnë dhe të përfundojnë sa më parë punimet në rrugën dytësore përgjatë segmentin Brostar-Levan, veçanërisht në aksin që përshkon fshatrat Xhavar dhe Hamil, një investim që ata e konsiderojnë jetik për komunitetin dhe zhvillimin e zonës.